Vëllezër nderuar, besimtare, s'ka dyshim se Allahu i lartësuar e ka mbushur Kur'anin famëlart me porosi të shumta. Dhe në thelb të këtyre porosive është e mira për njeriu, dhe është privimi dhe evitimi i dëmit për njeriu. Dhe ne shpesh herë themi, merre Kur'anin famëlart dhe lexoje me vëmendje. Gjithçka është për njeriu. Dhe Allahu i lartësuar dëshiron diçka madhështore për njeriu. Lumturinë e tij, qetësinë e tij në këtë botë dhe po ashtu lumturinë dhe shpëtimin e tij në botën tjetër. Dakord, dunjaja ka dhe sprovat e saj, ka dhe sikletet e saj, ka dhe vështirësitë, është një test dhe është më se normale që njeriu të kalojë nga një gjendje në gjendjen tjetër, mirë po nuk ka dyshim se kush jeton sipas udhëzimit dhe manualit hyjnor që ka caktuar Zoti i lartësuar, s'ka dyshim se do të jetë fundi i tij do të jetë i lumtur. Ne jetojmë disa ditë të një muaji shumë të bekuar, madje të një muaj prej muajve të shenjtë. Dhe Allahu i lartësuar thot në Kur'anin famëlart që në ditën që ka krijuar Zoti i gjithësisë qiellin dhe tokën, muajt tek Allahu kanë qenë 12, s'ka ndryshuar ndonjëherë, siç janë dhe sot. 4 prej këtyre muajve janë të shenjtë. 3 thot Muhamedi alayhis salam janë njëri pas tjetrit, kurse njëri është i veçuar. Ai i cili është i veçuar është pikërisht ky muaj që ne jemi në këto ditë, muaji Rexhep për sa i përket kalendarit hënor. Në muajin Rexhep ne do shkëpusim vetëm 2 mesazhe. Mesazhi i parë, dhe çfarë duhet kemi parasysh, është se është muaj i shenjtë dhe Allahu i lartësuar kërkon në muajt e shenjtë që njeriu të shtojë sa më shumë dozën e paqes. Në këto muajt e shenjtë nuk mund të ketë luftë, thot Allahu i lartësuar. Nuk mund të ketë agresion, nuk mund të ketë padrejsi. Prandaj edhe përpara Islamit, njerëzit e respektonin zakonisht shumë madhështinë e muajve të shenjtë. Madje kishte prej atyre që e gjente hasmin, ndoshta e gjente edhe vrasjen e babait të tij në këtë muaj. Dhe vetëm se duke qenë se ishte në këtë muaj, ai nuk e prekte. Mirë po ajo që kërkon Allahu i lartësuar për besimtarët në këtë muaj është fela tadhlimu fihinna anfusakum. Mos i bëni padrejsi vetes tuaj në këtë muaj. Kjo është e para. Dhe e dyta dhe shumë e rëndësishme është se muaji Rexhep është një sinjal që sinjalizon besimtarin dhe besimtaren se edhe ditë të numëruar edhe po troket muaji begat i Ramazanit. Dhe të parët anë të mirë, besimtarët e mençur, siç edhe dim dhe kemi thënë shumë herë, e madhronin shumë muajin e begat të Ramazanit. Mi po çdo gjë që është madhështore, përgatitja për të duhet jetë po aq madhështore. Si çështja një se puna një maratone, imagjinoni pak, nëse është caktuar dita një maratone. Çfarë ndodh? Çdo njeri që ka vendosur për të qenë pjesëtar në atë maraton, do të bëjë përgatitje të theksuar intensive fizike përpara se të hyjë në to. Prandaj çfarë kanë thënë dhe e kanë krahasuar shumë bukur muajin Rexhep, Shaban dhe Ramazan me 3 fazat që përkushtohet bujku. Bujku ai që mbjell tokën, synon prodhimin, korrjen e prodhimit. Aty e ka përqendrimin. Në filan thot muaj, inshallah Zotit, do të korr prodhimin, do të bëj kaq lek, pastaj do investoj, do mbaj familjen, planet që ka njeriu. Por çfarë ndodh? E mbjell, faza e parë është mbjellja që i bën tokës. Pastaj faza e dytë është përgatitja që i bën, prashitja, përkujdesja, dhe faza e tretë është ajo që e korr. Çfarë ndodh me ne? Ne duam ndonjëherë dhe shpesh herë madje që të trija këto faza ta ngushtojmë kohën dhe ta mbledhim në muajin e begat të Ramazanit. Prandaj kërkon dikush, për shembull, natën e parë të Ramazanit ose ditën e parë merr vendimarrje madhështore. Thot unë kam ndarë mendjen, do filloj një jetë të re, do heq dorë nga veset, do filloj namazin, 5 vaktet e namazit. Do përmirësoj marrëdhëniet dhe raportet me prindrit, me bashorten, me fëmijët, me ortakët apo me njerëzit në përgjithësi. Dhe bën një plan. Për kur e bën këtë plan? Plan madhështor, në natën e parë apo në ditën e parë të muajit begat Ramazanit. E dini se çfarë ndodh? Pasi falet Bajrami,
Shumicën e këtyre njerëzve nuk i shikon më në xhami. Ose i shikon radhë. E dini pse? Një prej shpjegimeve, sepse ka dashur dikush të realizojë një projekt shumë madhështor në një kohë shumë të shkurtër. Madje në periudhën kur atëherë vilen frytet. Atëherë korret prodhimi. Por duhet mbjell më herët dhe duhet kaloj në fazën e mbjelljes, prashitjes. Pastaj të përkujdesjes, pastaj të korrjes. Pastaj unë më jap një këshill vetes time pikë së pari, pastaj të gjithë vëllezërve dhe motrave. Që në këtë moment, që në këto ditë, ne duhet bëjmë planin e përgatitjes për muajin e begat Ramazanit. Ditë të numëruara dhe erdhi muaji begat i Ramazanit. Që në këto ditë duhet të ndreqim veten tonë, zemrën tonë, gjuhën, raportet, veset, duhet përpiqemi të largojmë veset, duhet të ambientohemi me adhurimet, duhet mësojmë atë gjë që nuk e dim dhe duhet fillojmë të praktikojmë atë që nuk e veprojmë, në mënyrë që nëse e bëjmë të gjë për këto 50 gjatë tyre 50 apo 50 e pak ditëve që na kanë mbetur derisa futet muaji begat i Ramazanit, pasha të madhërishmin. Allahun lartësuar do të futemi në muajin e begat Ramazanit dhe nuk do ta ndiejmë as lodhjen e agjërimit, as lodhjen e teravive, përkundrazi nuk do të ngopemi dot së shijuari dhe së adhuruari Allahun lartësuar në këtë muaj. Kjo ishte pika e parë dhe shumë e rëndësishme. Një mesazh që ta fillojmë përgatitjen e muajit begat Ramazanit që në muajin Rajab, që në muajin e shenjtë të Zotit të gjithësisë. E dyta dhe shumë e rëndësishme dhe pjesa tjetër e hutbes do të jetë pikërisht kjo, është Allahu i lartësuar i jep një porosi të gjithë njerëzve në përgjithësi, muslimanëve që kanë besim në zemrat e tyre në veçanti. Për gjatë gjithë jetës së tyre, po në veçanti në këto muaj që janë të rëndësishëm tek Zoti i lartësuar. Thot fela tadhlimu fihinna anfusakum. Mos dëmtoni veten tuaj në këto muaj. Mos i bëni padrejsi vetes tuaj në këto muaj, por jo vetëm. Jep një mesazh Zoti i gjithësisë. Që këtë mesazh duhet ta marrim dhe ta përthithim, dhe ta përpunojmë derisa të na bëhet moral, derisa të na bëhet slogan, derisa të na bëhet parim. Fela tadhlimu fihinna anfusakum. Mos e dëmto veten tënde. Dhe nëse duam që t'i vendosim një temë këtij fjalimi sot është mos e dëmto veten tënde. Mos e merr në qafë veten tënde. Mos i bën padrejsi vetes tënde. E ke amanet nga Zoti i gjithësisë. Veten tënde ta dha Allahu. Ta krijoi Zoti. Dhe është një gjë shenjtë që duhet ta ruash jashtëzakonisht shumë. Mos e dëmto veten tënde. Kjo është porosia e të madhërishmit e krijuesit që ai ta dha veten tënde, mirë po. Do të japësh llogari për mënyrën se si e menaxhon dhe për mënyrën se si e trajton veten tënde. Dhe më lejoni të ndajmë bashkërisht shumë shkurtimisht me ndihmën e Zotit disa prej formave më të dukshme, më të prekshme, por më mjezore se si ne e dëmtojmë veten tonë. Dhe ajo që është më e çuditshme është se nëse shkon tek dikush dhe i thua, je duke dëmtuar veten, je duke shkatruar veten, thotë jo, mazallah, unë jam i padrejt. As kashi njerëzve, as kashi vetes time. Ndërkohë, ju e dini shumë bukur dhe shumë mirë, që një ditë njeriu më madhështor dhe më i mirë që ka krijuar Allahu i lartësuar pas profetëve, Ebu Bekri radiallahu anhu. Shkon një ditë tek pejgamberi alayhis salam dhe i thotë, oj dërguari i Allahut, më mësoj një dua, një lutje që unë ta them në namaz. Më mësoj një dua, një lutje që unë ta them në namaz. Dhe namazi, në momentin që je duke u falur, është momenti më kulminant dhe më i mundshëm për të pranuar lutjet tona dhe duat tona. E dini se çfarë i thot pejgamberi alayhis salam? I thot drejtohu Allahut lartësuar duke i thënë, Allahumma inni zalamtu nafsi dhulman kathira, wa la yaghfiru dhunuba illa ant. Faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Thot Muhamedi alayhis salam, po ta mësoj një lutje. Drejtohu Allahut lartësuar duke i thënë, o Allah, unë i kam bërë padrejsi vetes time, shumë padrejsi. Dhe unë jam i vetëdijshëm që askush nuk i fal gabimet dhe gjunahet dhe padrejsitë përveç teje o Zot. Përveç ty o Zot. Faghfir li maghfiratan min indik. Më fal mua me faljen tënde të pakufishme dhe më mëshiro me mëshirën tënde të pakufishme. Me të vërtetë ti je gjunafalës dhe i mëshirshëm.
Edhe njëherë. E dini se çfarë tham tani? Njeriu më i mirë, më besimtar, më i virtytshëm, më i devotshëm, shkon tek pejgamberi alayhis salam dhe i thotë më mësoj një lutje të drejtohem Allahut të lartësuar, dhe Muhamedi alayhis salam i thotë atij njeriu i cili ishte i kulluar, pa padrejsi, pa zullume, i thotë drejtohu Allahut Zotit tënd duke i thënë, o Allah, unë i kam bërë padrejsi të shumta vetes time. Pse kjo gjë? E mëson pejgamberi alayhis salam njeriu më të mirë me një realitet dhe me një gjë shumë madhështore, të pranosh mangësitë tua. Të pranosh mangësitë tua, të pranosh që ti je një njeri dhe unë jam një person që nuk është çudi, mëngjes dhe mbrëmje në çdo moment të buroj prej nesh pa drejtësi ndaj Zotit, krijuesit, furnizuesit, pa drejtësi ndaj vetes, duke i bërë zullum vetes tënde, dhe pa drejtësi ndaj njerëzve, nuk është çudi dhe ndaj njerëzve më të afërt që na rrethojnë. Prandaj është vlerë, është virtyt, shumë gjë e madhe dhe shumë e guximshme të thuash mëngjes dhe mbrëmje, sidomos në namaz, o Allah, unë i kam bërë shumë pa drejtësi vetes time. Dhe ti e fal gjunaun, mëkatin, më përmirëso, më fal dhe më mëshiro. Kjo është e parë. Tani disa prej formave dhe se si ne bëjmë pa drejtësi, po, ne bëjmë shumë pa drejtësi. Po na ruajt Allahu nga ato pa drejtësi, duke qenë të vetëdijshëm, se ka dy lloje zullumesh dhe padrejësish. Padrejësi që njeriu e bën me vetdije, e bën me plan, dhe ndihet mirë, i kënaqur. Ky njeri nuk shpëton. Është i destinuar të poshtërohet në këtë botë dhe të ndëshkohet rënd tek Zoti i gjithësisë, vetëm ka një shans. Vetëm nëse heq dorë, nëse pendohet, reflekton, përmirësohet, ndjen keqardhje, bën maksimumin të përmirësoj sa mundet padrejësitë që ka bërë, po, do gjej shpëtim tek Zoti. Dhe do ta shpëtojë Allahu lartësuar nga poshtërimi në këtë botë dhe në botën tjetër. Ai që planifikon të bëj padrejësi njerëzve, të bëj zullume, planifikon, e ka stil jete, s'ka dyshim që nuk ka për të gjetur derman, thot populli, dhe s'ka për të gjetur shpëtim tek Zoti i gjithësisë. Mirë, po është dhe padrejësia tjetër që ne e bëjmë pa vetdije. Prandaj te kjo padrejësia orienton pejgamberi alayhis salam me Abu Bekrin, sepse nuk presupozoi, nuk imagjinohet që Abu Bekri të ketë si plan ditor të bëj padrejësi njerëzve. Ashtu sikundër edhe unë e ti shpresojmë tek Allahu i lartësuar. Dhe kemi mendimin e mirë se secili prej nesh nuk e ka stil jete të bëj padrejësi njerëzve. Mirë, po a mund të bëjmë ne padrejësi? Po mund të bëjmë padrejësi pa e kuptuar, pa e hetuar atë gjë. Ndoshta lëndon, ndoshta ofendon, ndoshta dëmton dikë dhe ti nuk e ke kuptuar. Prandaj themi Allahut, o Allah, shumë padrejësi po bëj. Shumë dëm e po bëj. Prandaj më fal o Zot me mëshirën tënde dhe me faljen tënde të pakufishme. Si mund ta dëmtojmë ne veten tonë? Felat tadhlimu fihinna anfusakum. Mos e bëni padrejësi vetes tuaj në këto ditë, por jo vetëm gjatë gjithë jetës tuaj. Forma më e egër, më agresive e padrejësisë është që njeriu të gjej guximin dhe të mohojë Zotin e gjithësisë. Apo të gjej guximin dhe të adhurojë dikë tjetër përveç Allahut të lartësuar. Para pak e dëgjova ku një grua, një nënë kishte shkuar, ndoshta edhe juve u ka dalë përpara. Kishte shkuar në një vend të ashtuquajtur të shenjtë. E dini se çfarë tha? Duke ardhur këtu në këtë vend të ashtuquajtur të shenjtë, ishte mjegull terr. Nuk shikon dot njeriu as dorën e tij. Sa po pash atë njeriu që e quajnë të shenjtë dhe konsiderojnë si të shenjtë, me fuqi ndoshta përtej normales, ai që gjoja shëron njerëzit, ai që gjoja ka cilësi dhe nuanca hyjnore, sa po doli ky thot, u largua mjegulla, u bë dritë, subhanallahu. Ç'lidhje ka ky njeri, ç'lidhje ka hoxha me dukuritë natyrore? Ç'lidhje ka njeriu? Këta janë gjëra që i bëni madhërishmi, bëhu dhe bëhet. Padrejësia më agresive, zullumi më i madh, ai që nuk e fal Allahu i lartësuar vetëm nëse njeriu pendohet, është që atë që i takon Allahut
ti t'ja orientosh, ta adresosh, t'ja japësh dikujt tjetër përveç Zotit të gjithësisë. E kuptoni nga çfarë na ka shpëtuar Allahu të nderuar? Duke qenë musliman, e kuptoni nga çfarë na ka shpëtuar Allahu? E imagjinoni dot veten tënde dhe imagjinoni dot veten time se ku mund të isha sot. Sot ne kërkojmë bereqetin, të mirën, duke ardhur këtu në xhami, duke dëgjuar ligjëratën, duke falur namazin dhe duke shkuar gjithsesi prej nesh në angazhimet e tij. Dhe në fund fare, ballin e vendosëm në sejdë vetëm për hir të madhërismit, të krijuesit. Falenderuam vetëm Allahun, atij adresuam të gjitha meritat dhe falenderimet. Nuk shenjtëruam askënd prej njerëzve. Nuk shenjtërojmë njëri tjetrin. E kuptoni se çfarë është kjo? Kjo do thotë të veçosh Allahun lartësuar në adhurim dhe kjo do thotë që kush e takon Allahun lartësuar në ditën e gjykimit me këtë kartë, me këtë deklarat, me la ilaha illallah, vetëm Allahut i përkasin dhe i meriton adhurimet tona, përkushtimet tona, ka të garantuar xhenetin. Prandaj kjo është padrejësia më e madhe, o i dërguari i Allahut, i thotë, kush është gjunau më i madh, padrejësia më e madhe? Dini çfarë thot pejgamberi alayhis salam? An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Padrejësia më e madhe, zullumi më i madh është që ti të baraspeshosh, që ti të barazvlerësosh dikë me Allahun, ndërkohë që Allahu të ka krijuar, Allahu të furnizon prej Allahut të lartësuar i ke të gjitha të mirat. Kjo është gjunau më i madh të dije dhe mos i bëj shirk Allahut dhe mos adhuro dikë tjetër përveç Allahut, sepse me të vërtetë kjo është një zullum jashtëzakonisht i madh. Po, formë tjetër e padrejësisë, dëmit që i bën njeriu vetes së tij, dhe këtu për ta plotësuar dhe me një fjali, minimumi i dëmit, përveç se do të gjej një zë, ky njeri që adhuron dikë tjetër përveç Allahut, përveç se do të shenjtëron dikë tjetër përveç Allahut, përveç se do të gjej në ditën e gjykimit një Zot të zemëruar me të, sepse si ka dhënë hakun, shkon dhe mundimi i tij i dëm. Kot. Ti s'do thot ta adhurosh gjithë jetën, të shpenzosh prej pasurisë tënde, prej kohës tënde, prej mundit tënd, gjithë jetën, pa kur farë dobi dhe përfitimi, të shkoj dëm, është njerim i madh. Prandaj e kanë quajtur shirkun, idhujtarinë, paganizmin, e kanë quajtur padrejësinë më të madhe dhe mendjelehtësinë më të theksuar dhe më të madhe, Zot na ruaj. Po, prej formave të dëmtimit të vetes, të bërjes padrejësi të vetes, është ta nxjerrësh veten tënde nga natyrshmëria e pastër e kthjellët e kristal që e ka krijuar Zoti i gjithësisë. Çfarë thot pejgamberi alayhis salam? Allahu i lartësuar kur e sjell njeriu në jetë, në ekzistencë, dhe kur është foshnjë, është i pastër, është i dëlir, është i prirur, ka një dëshirë të zjarrt për të njohur Zotin, për të adhuruar atë. Pastaj janë rrethanat, është familja, apo shoqëria, apo dukuria të caktuar që i diktojnë këtij njeriu, që në këto momente është foshnjë, se çfarë rrugë do të marrë. Allahu i lartësuar e sjell njeriu në ekzistencë me një qëllim madhor, ta njohë atë, ta adhurojë atë dhe të jetojë si njeri, dhe të mos cënojë as adhurimin e Zotit, as detyrat e shtëpisë që ka caktuar Zoti i lartësuar, dhe as njerëzllëkun. Shikoni se çfarë ndodh sot me njerëzit e përgjithësi. Kanë cënuar dhe adhurimin e Allahut të lartësuar. Kanë cënuar po ashtu dhe detyrat që u ka caktuar Zoti i gjithësisë si më këmbës të Allahut të lartësuar në tokë, dhe po ashtu po bëjnë maksimumin për të tjetërsuar veten e tyre nga ajo që i ka krijuar Zoti i gjithësisë. Për të dalë nga njerëzllëku. Kjo është padrejësi, prej formave më të shumtuara të padrejësisë që ja bën njeriu vetes së tij, Zot na ruaj. Gjithashtu, mos e dëmtoni veten tuaj, thot Allahu i lartësuar. Mos e dëmto veten tënde duke e lënë të lirë, duke mos e kontrolluar. Vetja e njeriu, nefsi i njeriu shumë i rrezikshëm. Nëse e lë të lirë, që të pasojë në mënyrë të pa kontrolluar tekat, pasionet, dëfrimet, hobet, gjithçka tjetër që e shtyj e nxit, është e rrezikshme. Imagjinoni pak një makinë pa frena, në një tatpjet. Rrezik jashtëzakonisht i madh për njeriu dhe për ata që të dalin përpara. Merë shikoje këtë qenie kaq të mrekullueshme që ka krijuar Zoti që quhet njeri. Se ja kaput frenat,
nëse nuk ka një vetë kontrol, nëse nuk i thot stop gjuhës, nëse nuk i thot stop syrit, dëgjimit, po ashtu dorës, nëse nuk kontrollon, nëse nuk mirë menaxhon potencialin që ka, fuqinë që ka, pushtetin që ka, kthehet me të vërtetë në një qenie jashtëzakonisht të rrezikshme. Nëse nuk kontrollon pasionet, epshet, kthehet në një qenie jashtëzakonisht të rrezikshme. Prandaj, çfarë ka thënë profeti alayhis salam? Dështak është, shumë i dobët është ai i cili e lëshon veten e tij pa frena, pas pasioneve dhe tekave të tij. Dhe jashtëzakonisht të rrezikshëm do të jetë. Nga ana tjetër, ka bërë një dëm shumë të madh vetes së tij, ai njeri i cili nuk e stolis me virtytet më të larta që i ka mundsuar Zoti i gjithësisë. Të privosh veten tënde nga të stolisurit, ndërkohë që secili prej nesh përpiqet që kur del prej shtëpisë të stoliset, të zbukurohet, të dalë i këndshëm, të privosh veten tënde, sidomos pasi të ka ardhur lajmi i madh, pasi ke në duart e tua Kur'anin famëlar, pasi ke në duart e tua modeli më të mirë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, të privosh veten tënde nga stolit më madhështore, është me të vërtet dëm i madh që i bën njeriu vetes së tij. Prandaj e kanë quajtur dhe kanë thënë prej formave më të dëmshme që njeriu e dëmton veten e tij është duke pranuar në vetveten e tij një karakter të keq. Shikoni se si thonë njerëzit e keqja e vet. Ai është e keqja e vetes së tij. I keq i vetes së tij. Pse? Sepse nuk ka ndrequr, nuk ka rregulluar karakterin e tij. Dhe nuk ka diçka, ose për ta thënë më saktë, për gjërave që më së shumti njeriu dëmton dhe shkatron veten e tij, nuk janë faktorët e jashtëm, jo. Është vetja e tij, është karakteri i tij. Edhe dikush ndoshta e pranon dhe e di që valla ka këtë problem në të folur apo në të sjellur. Prandaj shikoni se si vjen udhëzimi profetik. La taghdab. Mos u irrito, mos u zemëro, mos u nervozo. Pra kontrollo nervat e tua. Kur të flasësh o fol mirë ose hesht. Kontrollo lakmin, kontrollo babzin. Kënaqu me atë që ka dhënë Zoti. Bëhu i duruar, e shumë morale të tjera të cilat ndreqin, përmirësojnë karakterin, sjelljen e njeriut dhe kështu automatikisht lulëzohet jeta e tij. Sa njerëz sot janë peng ose vuajnë pasojat e një veteje të keqe që kanë, një karakterit problematik që kanë. Sot i ke në sherrë, i ke në probleme, i ke në burg, ndoshta kanë kaluar në botën tjetër, Zot na ruaj. Pse? Sepse thotë s'kam çfarë bëj, thotë ky jam unë. Po dakord, ky je. Dhe ky mund të jemi. Po kemi kaq shumë potencial, kaq shumë mundësi për ta ndrequr veten tonë dhe në mënyrë të tillë që mos i bëjmë dëm vetes tonë. Mos i bëni dëm vetes tuaj, mos e shkatroni veten tuaj, thot Allahu i lartësuar. Gjithashtu, mos e dëmtoni veten tuaj, dhe mos ta dëmtojmë veten tonë duke e privuar nga xheneti, duke e privuar nga parajsa. Përpara se të diskutojmë xhenetin e botës tjetër, nga një xhenet që është në këtë botë, nga xheneti kësaj dunjaje. Mos e privo veten tënde nga mundësia për t'i dhuruar kënaqësi, lumturi, qetësi shpirtërore, atë ushqim, atë konsum ditor, i cili është në fenë e Zotit lartësuar, i cili është në adhurime, i cili është në namaz, i cili është në dua, i cili është në agjërim, i cili është në bamirësi, i cili është në gjithë shka që robi e bën, dhe që përmblidhet dhe përfshihet tek ajo që është kontributi i mirë, qoftë në raport me Zotin, qoftë në raport edhe me të tjerët. Prandaj, mos e privo veten tënde nga lumturia, mos e privo veten tënde nga kënaqësia që e ka caktuar Allahu i lartësuar në këtë botë përpara se ta caktojë në botën tjetër. Sa bukur ka thënë Ibn Qayyim al-Jauziyja, një dietar i madh, duke komentuar ajetin ku Allahu i lartësuar thotë: "Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim." S'ka dyshim se të mirët do të jenë në kënaqësi të shumta të panumërta, dhe s'ka dyshim se të keqinjt do të jenë në xhehenem, në vështirësi, në probleme. Ka thënë, mos kujtoni se këtu Allahu i lartësuar i referohet vetëm botës tjetër, kënaqësive të botës tjetër apo vështirësive të botës tjetër. Të mirët u ka garantuar Allahu i lartësuar që do të jenë në 3 faza, në 3 vende.
në kënaqësi, po ashtu dhe të këqin do të jenë në vështirësi apo në dëshkim në këto 3 faza apo në këto 3 vende. Në dunja, në varr dhe në ahiret, kur dalim përpara Allahut të lartësuar. Prandaj kanë thënë Allahu i lartësuar thonë në Kur'anin famëlar wa limen khafa maqama rabbih jannatan. Ai që i druhet Zotit, ai që ka frikë Allahut, ai që është besimtar, ai do të shijojë në mënyrë të garantuar 2 xhenete, një xhenet në këtë botë dhe një xhenet në botën tjetër. Prandaj ka thënë dikush pasha Zotin e gjithësisë përjetoi në këtë dunja, në ditët caktuara, në momentet caktuara, kënaqësi dhe lumturi, sa që them si kur banorët e xhenetit të përjetojnë vetëm kaq prej kënaqësisë dhe lumturisë dhe qetësisë. Mjafton nëse xheneti ka të ofron vetëm këtë gjë, mjafton. Dhe unë jam i bindur që secili prej nesh ka disa momente që lutim Allahun lartësuar që të qofshin të shumta, që ne shijojmë këtë kënaqësi dhe këtë lumturi. Dhe kush prej nesh nuk ka ardhur në xhami dhe nuk ka dëgjuar një fjalë të mirë dhe nuk ka vendosur ballin në sejdë për hir të Allahut të lartësuar dhe nuk ka dalë prej derës xhamis i çliruar, i qetësuar për momente të caktuara, ndoshta ai ka harruar dhe hallet dhe problemet që ngarkojnë dhe shoqërojnë në përditshmërinë e tij. Prandaj dikush ka shkuar akoma më shumë dhe ka thënë në këtë dunja ka xhenet, ka parajs, kush nuk hyn në të është një tregues dhe një sinjal që s'ka për të hyrë as në xhenetin dhe parajsën e botës tjetër. Bëhet fjalë për xhenetin dhe për parajsën shpirtërore, pra qetësinë shpirtërore që unë jam i bindur që çdo musliman dhe muslimane ka. Prandaj mos e dëmto veten tënde dhe ti privosh xhenetin, kënaqësinë dhe qetësinë, ushqimin ditor që e do shpirti, që e do zemra. Nuk kemi nevojë vetëm për ushqim të përzgjedhur, nuk kemi nevojë vetëm për një shtrat të rehatshëm dhe komod, nuk kemi nevojë vetëm për një shtëpi komode të gjëra apo për një makinë të rehatshme, të sigurt dhe komode. Kemi nevojë për një shpirt të qetë, kemi nevojë për një zemër të pastër, të qetë, kemi nevojë që të jemi të qetë edhe mendërisht dhe psikologjikisht. E po kjo nuk gjendet në treg. E po kjo nuk gjendet në trapezet, ai të jeni të sigurt. Kjo gjendet tu, sejdë. Përmendjen e Allahut, qetësohen zemrat. Kjo gjendet që të japësh prej pasurisë tënde, të bësh mirë, të shohësh sasi me duart të tua me pasurinë tënde, bën mirë. S'ka dyshim. Dhe gjithashtu, mos e dëmto veten tënde duke e çuar vetë me duart e tua në zjarrin e xhehenemit. Vetë me duart e tua në zjarrin e xhehenemit. Qul inal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyamah, doni të tregoj se kush janë më të humburit, thotë Allahu i lartësuar, janë ata të cilët shkatrojnë veten e tyre dhe familjarët e tyre në ditën e gjykimit. Veten tënde dhe familjen tënde, sepse s'ke qenë një model i mirë dhe nuk ke orientuar për të ke mira, për të xhamia, për të besimi, për të adhurimi i Zotit, me duart e tua shkatron veten tënde. Dhe me duart e tua shkatron dhe familjen tënde, thotë Allahu i lartësuar. Imagjinoni pak trishtimin që do të ketë njeriu. E si realizohet kjo gjë? Normalisht duke bërë të kundërtën e asaj gjë që duhet. Mos e dëmto veten tënde duke i privuar vetes tënde dhe fëmijëve të tu dhe familjes tënde rrezikun e përditshëm. Si mund ta privosh nga rreziku i përditshëm? Me gjunahe, me zullume. Ju e keni dëgjuar profetin alayhis salam duke thënë njeriu ti privohet një rrezik që ja ka caktuar Zoti i lartësuar për shkak të një gjunahu që bën. E di që ishte nisur rrezik i caktuar, ndoshta tek dikush prej nesh dhe privohet, nuk vjen në rrezik, nuk arrin destinacion. Sepse ne i zëm prit me një gjuna, me një mëkat. Dhe kujdes, tu diskutohet për risk, nuk diskutohet për sasi dhe për shumë. Mund të të vijë sasia, mund të të vijë një shumë e caktuar dhe nuk të vjen risku, dhe nuk të vjen bereqeti për shkak të një gjuna, për shkak të një mëkati që robi e ka bërë. Prandaj mos e dëmtoni veten tuaj, thotë Allahu i lartësuar, me zullume, me mëkate, me gjunahe, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Çdo gjë që ju ndodh sepse keni gabuar diku me duart tuaja, thotë Allah. Dhe sa shumë ju ka falur, se nëse do ju dënonte për gjithçka që keni bërë, po sa shumë ju ka falur. Dhe përfundoi orë të nderuar. Mos ta dëmtojmë veten tonë me pesimizëm. Dhe një prej formave më të dëmshme se si e dëmtojmë veten tonë është duke menduar keq për Zotin e gjithësisë. Është duke ju dorëzuar rrethanave, situatës,
dikush prej nesh mundet tani e ka një problem ekonomik, një problem shëndetësor, një konflikt, një diçka, nuk po. Kemi elhamdulillah Zotit mundësi dhe fuqi dhe material për të përballur me gjithë të vështirësi. Besimtari nuk dorëzohet vështirësive. Prandaj e dëmtojmë veten tonë duke menduar shumë për të ardhmen, duke na vrarë ajo frika për të ardhmen, ai paniku për të ardhmen. Vallë, çfarë do ndodhi pas 5 viteve, çfarë do ndodhi, do ja dal dot, do martohem dot, thotë një beqar, do ndërtoj dot ekonomi, do kem dot, do bëhem dot i pasur, do lerja të ardhmen Zoti i gjithësisë. Bëj detyrat e shtëpisë, bëj maksimumin, të thjesht mendo mirë për Allahu lartësuar, bëhu optimist. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wala ta'jaz. Mos lër asnjë gjë mangët për sa i përket dobive që ti duhet t'ia adresosh vetes tënde. Mbështet ju fort Allahut, mos u tregoj pa mundur, mos u tregoj dobët. Wa yu'jibuhu al-fa'l. Gjithmonë e mahmiste profetin alayhissalam optimizmi. Gëzohej shumë kur shikonte njerëz optimist, besimtarë që pavarësisht që mund të ishin të sprovuar, po të qeshur, të buzëqeshur, e kanë mposhtur vështirësinë. Dhe asnjëherë nuk ka pëlqyer, asnjëherë nuk ka miratuar i dërguar i Zotit lartësuar, ata që rrinë kokulur, të dobët, ankohen, u dorëzohen vështirësive, u dorëzohen situatave, sprovave. Jeto optimist, jeto i lumtur, jeto i pasur në shpirt, mos e dëmtoj veten tënde duke u ankuar mëngjes dhe mbrëmje. E pasha Zotin e gjithësisë ka për njerëzve të cilët nuk kënaqen në asnjë moment, në asnjë çast, në asgjë. Themi po thash. S'kam se çfarë të bëj. Ke me të vërtet një hall shumë të madh. Këto ishin thjesht disa prej formave të nderuar. Por forma se si ne dëmtojmë veten tonë janë të shumta. Na ruaj Zoti që ne të bëhemi prej atyre njerëzve që bëjnë dëm dhe bëjnë padrejsi në raport me Zotin. Duke lënë pas dore obligimet. Merri detyrat e shtëpisë, mëso çfarë detyrat ka ngarkuar Zoti që të furnizon, Zoti që të ka dhënë jetën, Allahu që para ti do dalësh dhe kryej me përpikmëri. Të t'jap edhe një detaj? Ai thot profeti i Zotit që i kalon pa u falur namazi i qindis, është si të ketë humbur familjen e tij dhe pasurinë e tij. Ai i cili i kalon pa falur namazi pas ditës, namazi i qindis. Do një shembull thot i dërguar i Zotit që ta kuptosh se çfarë hataji e madhe është, se çfarë tragjedi është si të kthehet dikush, Zot na ruaj. Të kthehet dikush në shtëpinë e tij dhe ka humbur familjen, të dashurit e tij dhe pasurinë e tij, pse se nuk ka falur një namaz. Ka pa 5 takime ditore me Zotin që duhet i thëtë faleminderit, ai ka lënë një. Ai bëj vetë llogarin, se sa shumë padrejsi ne mund t'i bëjmë vetes tonë, dhe sa shumë padrejsi, madje se si ne mund ta shkatërrojmë, Zot na ruaj vetëm tonë. Allahu na përmirësoft dhe na bëf Zoti i gjithësisë që prej nesh të burojnë veçse mirësi dhe jo padrejsi, lumë për ata njerëz të cilët kanë si plan ditor të bëjnë mirë, të qetësojnë, të përmirësojnë, të kontribuojnë. Dhe na përmirësoft Allahu i lartësuar dhe na fal Zoti i gjithësisë. Allahu ju nderoft, Allahu ju shpëlboft për vëmendjen dhe na të boft Allahu i lartësuar në këtë botë gjithmonë në mirësi dhe na të boft Allahu i lartësuar bashkërisht që të gjithë në xhenetet e larta në ditën kur do të dalim përpara Zotit i gjithësisë, në ditën e gjykimit. Aqul ma tasma'un astaghfirullah alazim li wa lakum.